dhe analistin Ilir Yzeiri. Profesor Yzeiri, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Ju falenderoj. Ta nisim pikërisht, sot ka qenë, le të themi, ditë, dhe është një ditë e rëndësishme, 2 seanca, ajo ndaj Ilir Metës, gjyqi në themel dhe ndaj kryebashkiakut Erion Veliaj. Ka pasur kërkesa nga të dy që në GKK seancat janë me dyert të mbyllura, por që është rrëzuar. A duhet që këto seanca, duke u nisur nga fakti se janë njerëz politik, njerëz të rëndësishëm, kryebashkiaku është zgjedhur nga qytetarët e Tiranës dhe është në detyrë. Pavarësisht vullnetit ose dëshirës që mund të ketë publiku, që mund të kenë ata që janë ulur sot në bankën e të akuzuarve, shoqëria duhet të mësohet që të edukohet me ligjin dhe me respektimin e ligjit. Kur para se të nisnim bisedën, ju më lexuat një nen të posaçëm të Neni 339. Neni 339 i kodit procedurës penale, i cili thot shprehmisht që seancat gjyqësore duhet të jenë të njohura për publikun. Po. Por ndryshe quhen të pavlefshme. Tash i del Altin Dumani dhe mashtron, pa pikën e turpit, shfaqet si një arrogant i Republikës së Prokurorëve dhe dëshmon edhe një herë tjetër që ky njeri bashkë me Olsi Dadon dhe në një prokuror tjetër aty, nuk duan t'ja din fare. Ta citoj çfarë ka thënë Dumani për këtë, lutem? Ne si organ akuzës e kemi problem, thot, por mund të shqetësoj procesin. Çështjet penale ku ka dëshmitar më tepër bashkëpunëtor, drejtësia nuk lejohet transmetim live. Kjo, thot, nuk ndodh kjo, as në rajon, as në Evropë, as gjyqet federale në SBA, mund të lejohen kamerat vetëm për pamje filmike. Po çfarë përgjigje është kjo? Çfarë përgjigje bën njeriu që unë jo për veten time, se kam respektuar kurrë, njeriu që kemi pasur në krye të organit që e trumbetuar me të madhe. Çfarë përgjigje është kjo? Këtë përgjigje mund ta jap një gazetar. Prokurori flet me nene, me ligje dhe thot, sipas nenit kaq, ne nuk jemi të autorizuar. Ky tash na bën opinionistin, na bën njeriu e ditur në rajon edhe në botë. Në fakt e vendos gjykata. Jo, po kur pyetet ky, ti që duhet atëherë që përgjigjet kur e vendos gjykata? Ti që duhet që ndërhyn. Dhe bën një sqarim tjetër të paligjshëm dhe shfaqet edhe një herë tjetër si një mendje madh, arrogant, si një i përgëdhelur dhe nuk respekton ligjin. Tashti, të bëjmë me që thot ky në asnjë vend, nuk është e vërtet fare në asnjë vend. Le të ndjek ato gjyqet që bëhen në Turqi me po në Britaninë e Madhe. Apo jo, e lëm Britaninë e Madhe. Mirë, me qenë që është po. Turqinë që ne e akuzojmë nga ndonjëherë që është shtet autoritar. A e di ky njeri që kur futet Imamoglu, kryetari i Bashkisë së Stambollit, kur është futur në sallën e gjyqit, nuk ka qenë me pranga. Kërkojeni në internet se e keni, s'ka qenë i lidhur me pranga, ka qenë i shoqëruar me policë. Salla e gjyqit ishte plot me njerëz dhe është ulur atje. Jo në kafaz hekur, në kafaz të mbyllur, jo, po është ulur në sallë si njeri normal. Vetëm në Shqipëri, Altin Dumani me shok, me Olsi Dadon, kjo skot prokurorësh që po e merr në qafë këtë vend dhe drejtsinë shqiptare, kanë shpikur rregulla që ja kalojnë edhe gjykatës në Nurembergut. Këto ditë është shfaqur në kinematona filmi i famshëm me Russell Crowe, Nuremberg. Tashti, më fal, çfarë dëshmitarësh do t'i zbulohen në këtij Altin Dumanit? Nesti Angoni apo ajo tjetra, gruaja tjetër që kanë... Ose sekretet, se për shembull, për ndihmuar bisedën, Neni 340 përcakton në mënyrë taksative rastet e vetme kur mund bëhet përjashtim nga parimi i publicitetit, është mbrojtja e moralit, sekretet shtetërore, siguria e dëshmitarëve, rendi seancës, prania e të miturve ndër pandeu. Absolutisht. Cilët janë prej këtyre? Këta, ky njeri, ky Altin Dumani, me gjithë ato Olsi Dadon, i kanë mbushur mediat e tyre me telenovela ku kanë treguar të mbathurat, s'kanë lënë gjë pa bërë, më kupton. Ne kanë zbuluar, jo vetëm që kanë zbuluar dëshmitarët, po kanë zbuluar edhe ato që njeriu nuk i shkon në përmendje, këta të dy. Dhe tash ky më flet mua për moralin dhe na tregon se si duhet të jetë. Pra, zoti Yzeiri, ju jeni pro që GKK-ja t'jap live si gjyqi ndaj Metës, ndaj Veliajt apo edhe ndaj Berishës. Shiko, të jemi të sinqertë. Dhe të jemi të sinqertë deri në fund. Po ndiqen dy anë, si të thuash. Berisha shkon, është i ndjekur, ose është i pandeur, dhe jam plotësisht dakord që ai të veprojnë ndaj tij ashtu siç po veprohet. Por nuk mund të jem dakord kurrë që ndaj ish presidentit të vendit tim, ish kryeministër, ish president, ish kryetari i parlamentit, ne të tregojemi si një shtet i Angolas, si një nga ato shtetet e juntave amerikane. Nuk humbet asnjë gjë procesi nga transparenca.
ne të gjithë, përpara se Ilir Meta të përfundonte aty ku ka përfunduar, të gjithë ishte krijuar një imazh publik ose ishte krijuar një narrativ e tillë që Ilir Meta ishte ose mbaj përgjegjës për shumë e shumë vepra penale. Dhe të gjithë do të donin të bëhej një gjyq ndaj tij, po të bëhej një gjyq dinjitoz, ku ai deri në momentin kur kur të shpallej fajtor në gjykatën e dytë, të ishte jashtë, të tregojmë që jemi një shtet dinjitoz. Befas, kjo prokurori, ky SPAK, bie në dorë të një njeriu si Altin Dumani dhe Olz Dato. Ja, këtu duhet të jetë gjykata që duhet ta vendosë. Prit. Nuk kam dalë kjo gjykata. Bëjnë spektaklin e parë, e ndalojnë ajo BKH-ja, e ndalojnë Ilir Metën në mes të rrugës, duke i shkelur të gjitha standardet, unë edhe në atë